Shtëpia të moshuarve në Shkodër vazhdon të regjistrojë kërkesa të larta për shërbime, një fakt që e konfirmon drejtori i këtij institucioni Fatjon Hoxha. Ai thekson se interesimi i qytetarëve për të përfituar nga shërbimet e ofruara mbetet i qëndrueshëm dhe në rritje. Realisht kërkesat vazhdimsi kanë qenë në rritje, shkaqet janë të ndryshme, siç edhe ju mund të dini. Kjo edhe fal shërbimit të mirë që shtëpia të moshuarve Shkodër, shërbimi social shtetëror ofron për moshën e tretë dhe këto jo vetëm për kushtet, por edhe për shërbimin ndaj këtyre të moshuarve në të gjitha aspektet. Ndihemi mirë kur shohim që këta të moshuar jetojnë mirë, marrin shërbimet e nevojshme. Ndërkohë, banorët e shtëpisë shprehen të kënaqur me kushtet dhe trajtimin që kanë gjetur, duke vlerësuar përkushtimin e stafit dhe ambientin e përshtatshëm që ofrohet. Unë po bëj 2 vjet. Kushtet janë të mira. Kemi vajtur për drejka, për darka kështu në këndjerë. Edhe këtu prapë mirë kaloj. Kushtet të tëra, aktivitetet, shumë mirë, ushqimi shkëlqyer. Se këtu e ka masa të rregullohet ajo, do iki prapë në Sarandë. Drejtoria e shtëpisë të moshuarve shprehet se do të vijojë të punojë për përmirësimin e shërbimeve dhe për plotësimin e nevojave të banorëve të saj. Kapaciteti i institucionit është 65 persona dhe sipas titullarit aty trajtohen rreth 65 të moshuar, përfshirë gra dhe burra të moshave të ndryshme.